Çdo pranver, panairi i librit në Gjenevë mbledh për 5 ditë me radhë lexues e lexuese, shkrimtar e shkrimtare, botues dhe letrar, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe frymëzuese për të gjithë të pasionuarit pas letërsisë. Ky panairi i njohur për programin e tij të pastër dhe të larmishëm ofron një hapësirë ku gjenerata dhe kultura të ndryshme bashkohen rreth dashurisë për librin. Çdo vit skena të ndryshme presin takime, diskutime dhe debate me autorë të zhanreve të ndryshme letrare. Një risi e rëndësishme e këtij edicioni është edhe pjesëmarrja e botuesit shqiptar Ilir Edicion dhe librarisë Lizes Bookstore nga Brukseli, të cilët janë të vetmit përfaqësues të botës shqiptare në këtë panair prestigjioz. Kjo prezencë jo vetëm që promovon letërsinë dhe botimet shqipe në një platformë ndërkombëtare, por gjithashtu ju ofron lexuesve të huaj mundësinë për të njohur më nga afër kulturën dhe krijimtarinë letrare shqiptare. Aktualisht jemi këtu në panairin e librit në Gjenevë dhe standi im është në E58 dhe aty jam çdo ditë ku prezantoj shtëpinë botuese time me autorët e mi zviceran që do të janë prezent bashkë me mua, me romanin tim për të rritur, që quhet Udhkriqi i fateve, dhe në këtë libër faktikisht është në gjuhën frange shkruar, ku tregoj përmes 4 personazheve luftën e Kosovës së pari, që është si shtyllë si boshtë kurrizore i librit. Mirë po, është i mbeshur edhe me romantizëm, me profesionet ndryshme, ngjarja ndodh në New York, në Argjentinë, në Mendoza, në Prishtinë, në Zvicër, në Gjenevë, sigurisht. Mua më ra në sy në standin e juaj librat për bullizme në shkollë dhe për ngacmimet. A keni menduar ndonjëherë që këto libra të përktheni edhe në gjuhën shqipe që t'ju shërbejnë edhe fëmijëve në Kosovë? Për momentin fokusohem në tregun zviceran, dhe nga momenti ku do të ketë interes dhe, si them, një kërkesë që libri të jetë edhe në gjuhën shqipe, sigurisht në bashkëpunim me ndonjë shtëpi botuese në Kosovë ose në Shqipëri, me gjithë dëshirë do i përkthejmë edhe në gjuhën shqipe. Kjo prezencë jo vetëm që promovon letërsinë dhe botimet shqipe në një platformë ndërkombëtare, por gjithashtu ju ofron lexuesve të huaj mundësinë për të njohur më nga afër kulturën dhe krijimtarinë letrare shqiptare. Përveç aktiviteteve letrare, panairi sjell edhe ekspozita unike dhe aktivitete të shumta, duke krijuar një atmosferë të gjallë dhe të hapur për të gjithë. Si një nga ngjarjet më të rëndësishme të frankofonisë në Zvicër, ai mirëpret çdo vit autor dhe botues nga Franca, Afrika, Belgjika dhe Quebeku, duke pasqyruar larmin e gjuhës frange. Si panairi më i madh i botuesve në Zvicrën frankofone, ai promovon fuqishëm letërsinë zvicrane dhe autorët vendas. Një seksion i veçantë është i dedikuar librave në gjuhë të huaja, duke u ofruar mundësinë vizitorëve jo frankofon të njohin letërsi në gjuhë të tjera, pos gjuhës frange. Përveç pjesës kulturore, panairi i librit në Gjenevë organizon çdo vit edhe takime profesionale ku aktorët kryesor të botës së librit diskutojnë mbi tema të rëndësishme në industrinë letrare. Ky segment, i nisur në vitin 2015, është i hapur edhe për publikun e gjerë, duke krijuar hapësira për reflektim dhe shkëmbim idesh. Me çdo edicion të ri, ky panair konfirmon rëndësinë e tij në promovimin e leximit dhe librave, duke u bërë një pikë referimi e rëndësishme për skenën ndërkombëtare të librit frankofon. Pjesëmarrja e Ilir Edicion dhe Lizes Bookstore shënon një hap të rëndësishëm për prezentimin e letërsisë shqipe në këtë event madhor, duke dëshmuar përfaqësimin dhe vlerën e saj në arenën botërore. Këtë vit kemi shumë.
Edhe vitet e kaluara, do të thonë, ka panajire ku kemi investuar më shumë në këtë idenë e autorëve, prezantimit të autorëve, për promovimin e librave të tyre, edhe është ndoshta një lidhje me lexuesit e diasporës, se promovimet bëhen zakonisht në Shqipëri dhe në Kosovë, po lexuesin diaspor është i lënë anash. E nëse gjenerata e dytë fillon ta humbas këtë thellësinë e gjuhës shqipe, atëherë gjenerata e tretë do ta humbas të plotë. Kështu që është ndoshta e trisht kjo thirrje, po më duket sikur ndoshta edhe klithmë prej shpirti që munges investimi në gjuhën shqipe ka të plotë. Autorët shqiptarë nuk përkthehen në gjuhë të huaja. Autorët shqiptarë nuk e kanë një ndihmë për të marrë pjesë në promovime ndërkombëtare. Shteti shqiptar flamuri nuk prezantohet në arenën ndërkombëtare. Edhe sado që Shqipëria dhe Kosova janë shtete që janë të njohura për Evropën, edhe që kanë shumë turizëm, edhe që po zhvillohen shumë më shumë, po e humbasin, domethënë po zhvillohen për të huajt, po e humbasin themelin e tyre, që është rinia shqiptare që janë jashtë shtete. Pjesëmarrja e Ilir Edicion dhe Lizës Boxtore shënon një hap të rëndësishëm për prezentimin e letërsisë shqipe në këtë event madhor, duke dëshmuar përfaqësimin dhe vlerën e saj në arenën botërore. Panajiri do të vazhdojë edhe në 3 ditët në vijim, të premten, të shtunën dhe të dielën, ku do të zhvillohet një aksion në të cilin do të ekspozohen dhe do të lexohen dëshmitë e të mbijetuarve të gjenocitit të kryer në Kosovë. Ky aksion është i mundësuar me ndihmën e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e viktimave të torturës. Gjithashtu, në rendite do të jenë edhe dëshmitë e torturave që kanë pasur shqiptarët gjatë periudhës së komunizmit në Shqipëri, dëshmitë të zgjedhura nga Akron Tufa, bashkautor dhe ish-drejtor i Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit. Në standin e Lizës Boxtore të premten më 21 mars do të jenë prezent autorët Argjir Krasniqi dhe Brigjita Deda me librin We Think Prishtina Arkitektur nga ora 12 deri në ora 13. Enver Dugolli dhe përkthyesi i veprës së tij në gjuhën frenge Sebastian Grikov me veprën Le Cercle Fermé de Prison, Massacre à Dubrava, de 19 à 24 mai 1999. Libri do të jetë i pranishëm edhe në gjuhën shqipe nga ora 14 deri në ora 16. Rita Petro me librin Lindur së Propthi është prezente nga ora 16 deri në ora 18. Ilir Gjeladini me literaturën e të rinjve nga ora 18 deri në ora 20. Mysafir i yni special nga Kosova është Lulzim Adem Jashari, i cili do të nderoj autorët shqiptar në këtë panajir ndërkombëtar.